Zyrtarisht fushata zgjedhore fillon në 1 nëntor. Në Bashkinë e Vlorës janë publikuar listat e zgjedhësve. Ne ndodhemi te shkolla Ismail Qemali, ku është KZAZ numër 84 dhe përveç qendrës së votimit numërohen dhe votat e njësive administrative. Kështu në prag të zgjedhjeve të pjesshme vendore të 9 nëntorit janë publikuar tashmë zyrtarisht listat e zgjedhësve për Bashkinë e Vlorës, ndërkohë që KQZ ka vendosur ngritjen e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie. Mbledhja e parë e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor duhet të zhvillohet nga data 13/10/2025 deri në datën 15/10/2025 sipas KQZ-s. Dhe orari i zhvillimit të mbledhjeve të KZAZ-ve do të jetë nga ora 9 deri në orën 17 me njoftim para prag për çdo KZAZ. Ndërkohë gjithçka është zyrtarizuar dhe listat e zgjedhësve janë shpërndarë në 230 qendrat e votimit të Bashkisë Vlorë. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Bashkia Vlorë numëronte 160.441 zgjedhës, çka mbetet për të parë numrin në rritje apo ulje në këto zgjedhje. Edhe pse sipas burimeve zyrtare nga Zyra e Gjendjes Civile në Vlorë, listat e këtij procesi zgjedhor nuk paraqesin ndryshime të mëdha, krahasuar me ato të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në 11 maj. Teksa bëhet fjalë për një proces të pjesshëm dhe me afate të shkurtra kohore, sipas autoriteteve, në dispozicion të zgjedhësve do të ketë vetëm një ekstrakt të listës së zgjedhësve, që do të shërbejë si bazë për procesin e votimit. Çdo qytetar i Bashkisë Vlorë ka mundësinë të verifikojë emrin e tij në listat e afishuara fizikisht në ambientet e qendrave të votimit, edhe pse për më shumë lehtësi verifikimi mund të kryhet edhe në mënyrë elektronike përmes portalit zyrtar e Albania, ku çdo përdorues mund të kontrollojë jo vetëm nëse është pjesë e listës, por dhe vendodhjen e qendrës së tij të votimit.